Vikita, unë duat ndalem sepse kam bërë një intervistë në Teti Papabramin për para disa vitesh, edhe më tha, Mirela, shiko, tha, ne kemi solist shumë të mirë, por kur vjen puna tek puna në ansambël, ne nuk jemi kaq të mirë. Për shembull, tha, britanikët kanë orkestra fantastike, shumë të mira. Punën në ansambël e kanë shumë mirë. Mund mos kenë solist shumë të mirë. Ai është instrumentist, pra flet për violinën. Kur e pyeta ai tash, po pse ndodh kjo, mund të jetë çështja e ADN-je, pra çfarë ndodh me këtë raportin që kur nuk je solist, por të duhet të mbunosh në ansambël, nuk jep më të mirën tënde në ansambël, se ndoshta pretendon që mund të isha unë atje, pse çfarë kam shumë ajo se unë, do dali kjo, përse kjo, jam unë, dhe të gjitha këto nuk qëndrojnë brenda vetes, por që dojnë tek puna. Ndodh kjo në fakt, ka intriga, ka gjëra të tilla në art. Tani, më saktë. Pe ne, në Shqipëri flasim. Në Shqipëri, nga një herë këto bëhen një çik më evidente se ç'duhet. Sepse ka dhe një gjë tjetër, Mirel, ne jemi një vend shumë i vogël dhe me shumë talente. Por fati nuk do që të gjithë talentet të dalin dhe të marrin vlerën e tyre. Për një arsye. Në radhë parë nga kultivimi familjar, do më thënë se rastit që bie edhe diamanti në tas të qenit, të kuptojme. Kështu që ti nuk arrin, por në një moment të moshës tënde që ti e kupton që ti mund të vlejesh shumë më tepër dhe shumë gjëra të kanë vajtur dëm, dhe vërtet të po flasim për talente, të kap ai frustracioni i brendshëm dhe duke qenë një vend i vogël, tek ne dallohen edhe më tepër. Kemi raste vërtet njerëzve që kanë hecur shumë përpara. Dhe vërtet kanë pasur atë fatin, talenti është meçur shumë mirë, do më thënë, talenti me atë suportin maksimal, me atë kultivimin, është fati. Do më thënë, prandaj thuhet të lutem ma bëj fat. Pjesën tjetër e dua jetë, po pjesën tjetër ma bëj fat. Shiko, Vikita, unë dua di si ke përpunuar ti soliste. Ti ke kënduar jazz, do flasim për jazzin, ti je këngëtare jo e playbackut, ti je një këngëtare që, shiko, njerëzit nuk i din çfarë ndodh mbrapa skenave. Ti del, merr skenën, merr audiencën, merr kamerën, dhe njerëzit të duan dhe të duartrokasin, se duartrokitja nuk jepet me mik, ti e di këtë. Duartrokitja është... E vetmja gjë që nuk blen dot është ajo duartrokitja që publiku mezi pret që ti të mbarosh frazën që të duartrokasit, dhe ti ke provuar këto. Tani, patjetër intriga ka pasur, bryla, ngacmime. Si i menaxhon ti këto raporte? Mundohem, unë e kam thënë shumë shpesh dhe sa herë që më është bërë pyetje, përfundja edhe për të ardhmen e fëmijëve që kanë një talent të caktuar. Gjithmonë them bëj atë pyetjen, sa po punoni me inteligjencën emocionale të atij fëmie? Ose sa arrin të punosh ti vetë me tamam me inteligjencën tënde emocionale. Unë them që ky është çelësi kryesor i të bërit të artës dhe të ecurit përpara. Balancat që ti mund të mbash me atë vlerë që ke. Mënyrën se si ti arrin të menaxhosh dhe terrenin tënd. Mënyrën se si ti arrin të menaxhosh dhe konkurrencën, pa diskutim. Ose sa e merr të fortë dhe sa e fut brenda atë që se nga një herë njerëzit po thonë zëri, nuk është vetëm zëri. Për të qenë një artist, është gjithë qenia jote. Nuk po flasim për bukuri, është një paket e plot që ty edhe ajo lëvizja dorës duhet të flasi bashkë me atë frazën e bukur muzikore që ti e duke kënduar. Domethënë është një paket që ka jo e hecura, futja në skenë që ti bën, ai hapi parë që nuk është njësoj me atë që ti bën në rrugë, është totalisht tjetër gjë kur ke hyrë në takat e tua për të dalë në skenë. Për të qenë artist duhet të jesh një paket e plot dhe duhet ta mbash patjetër atë fjongën e bukur gjithmonë në skenë atje ku duhet jetë. Jetoj jetën tënde. Patjetër me atlete, ku diu me flokun të pakrehur, të kapur, në çrëndsi ka, dalja në skenë duhet jetë një paket e plot, një përgjegjësi po e gjitha deri ke ana emocionale. Nganjëherë, mua më vjen keq, neve interpretojmë fjalën dhe ndonjëherë shoh këngëtar që kanë një zër shumë të bukur dhe them po e di ku çfarë po këndon.
Sepse i shkon aq automatikisht ajo fjala, është si ajo që edhe neve diskutojmë bashkë në këtë moment. Ti vërtet po i thua këto fjalë, po ai mendon vërtet këtë që po thua, apo është thjesht një postulat që e ke lexuar gjithfundi, të ka pëlqyer, kem super mëngjes, thjesht po e thua. Ideja është sa të vërtet jemi, por të jesh dhe i vërtet në sken 100%, kjo është një punë e madhe që ti duhet bësh. Po flasim për Teti Papavramin, ai është një super artist. Është një super artist. Është eksakt ajo që themun, ai vërtet mban vetëm një violinë në dorë dhe ti nuk ja lexon dot atë tingull ç'a mendimi ka një dëgjues i thjeshtës, sepse normalisht një tingull që ka një kompozitor të madh nga pas, ka një mendim me fjalë të mrekullueshme, as diskutohet. Por ai ta imponon deri në atë pikë që kur hyn në sken, ti e di me çfarë mendimi po hyn, ai mund të them ka dhe të veshur autorin në gjithë mendësinë e tij deri në fund që ai mbaron koncertin. Këto janë ata që ti bësh, por arsyeja që ti nuk je në këtë pikë, pjesa tjetër, nuk duhet kuptuar vetëm që është ai tingull, është ai zë. Është sa ke arritur ti të plotësosh paketën e plot. Unë them, pa u plotësuar, nuk flitet vetëm për një talent, nuk flitet vetëm se ti ke zë. Flitet sa arrin ti të nxjerrësh edhe brenda shpirtit tënd, sa arrin ti të transmetosh. Dhe çfarë pune ke bërë ti? Fati im. Po, babai më nxori 13 vjeç në skenë. Unë mësova me skenën që unë s'kisha problem provime të gjitha. Po, ky është fati im, ky është. I rritur nga 2 prindër këngëtar. Do të thotë, ti me fati nuk hahesh dot në këtë pikë. Kështu që në qoftë se dikujt tjetër duhet të tregohesh e kjo gjë, unë e kisha në familje. Siç më është treguar kur këndon një autor, siç më është treguar ne jemi çfarë është opera. Opera është një gjini që dëgjohet me sy. Që do thotë ti e dëgjon, po ti e do atë interpretim të vi. Dhe do, ti ke një vepër, unë kam një Carmen për të kënduar, unë kam, nuk e di një Azucen, një nën të çmendur për të kënduar. Duhet kuptuar ajo gjë që ti je totalisht e veshur ndryshe në atë moment. Dhe kjo është diferenca dhe nuk flitet vetëm për zë. Më vjen keq nga një herë edhe keq kuptohen, por edhe jo vetëm keq kuptohen, por paragjykohen ndonjëherë më shumë se ç'duhet. E kuptoj, megjithatë, unë e thash, arti ka intriga, arti ka bryla, jo vetëm në teatrin, operës, baletit, gjithmonë. E ka pasur gjithmonë që kur ka lindur kjo gjini, do më thënë, që kur ka lindur deri në fund, po jo vetëm në muzikë. Jo, nuk është në muzikë, unë e them, arti, kinemaja, teatri, sepse ka ndjeshmëri shumë të madhe. Ju jeni artist, operoni me emocione, emocionet ndonjëherë të lënë në balt, kjo paketa që thua ti që ti ke një vetë siguri që në mënyrë të pavedishme ti e ke marrë në familje dhe ti e reflekton në sken. Pa diskutim. Ka këngëtarë të tjerë që mund të jenë më të mirë, ndoshta në zë, por ka një pasiguri që publiku të lexon. Publiku të lexon. Unë them shpeshherë me miqtë e mi që kamera është një skaner i madh për ne, them, dhe përpara se ne të flasim, njerëzit në kamera na e kanë bërë skanerin, çdo gjë e pranon kamera, vetëm të shtirurën kur. Edhe një njeri pa mend, thotë është i vërtet, e dua për këtë që është. Kështu që pak a shumë operojmë në të njëjtat ujëra, por